Këshilli i Bashkisë SMAT zhvilloi këto të mërkurë mbledhjen e radhës me një rënditje të ngjeshur. Mbledhja u drejtua nga zëvendës kryetaria e Këshillit Bashkiak Anila Safasani. Si fillim propozoj një ndryshim, duke qenë se vakanca na ka ardhur nga KQZ-ja dhe Komisioni Mandateve u mblodh për vakancën, zëvendësimin e vakancës në Këshill, ta kalojmë si pikë të parë, zëvendësimi i vakancës, edhe një ndryshim për sa i përket pikën 4 dhe 5 dhe 4 t'i kalojmë pikën 2 dhe 3. Shqyrtim dhe miratim i një ndryshimi në VKB numër 604 datë 29/2024 mbi krijimin e mënyrën e organizimit të Agjencisë së Funksioneve të Patransferueshme në varësi të Bashkisë SMAT, shqyrtim dhe miratim i numrit të përgjithshëm të punonjësve të Bashkisë SMAT për vitin 2026. Shqyrtim dhe miratim i fondit 6 të ndihmës ekonomike muaj tetor 2025. Shqyrtim dhe miratim i 4 familjeve përfituese nga programi subvencioni i interesave të kredisë për strehim. Pika 6 shqyrtim dhe miratim i një shtese në buxhetin e vitit 2025. 7 shqyrtim dhe miratim i një ndryshimi në buxhetin e vitit 2025. 8 shqyrtim dhe miratim fondi për ndihmë shtetërore financiare dhe rubrika e fundit të ndryshme. Pas miratimit të parim me ndryshime të rendit të ditës, Këshilli nisi shqyrtimin e pikave një nga një. Fillimisht u plotësua vakanca në Këshill, ku betua këshilltarja e re Pranvera Koka. Më pas u diskutua një ndryshim në VKB numër 64 datë 29/2024 dhe numri i përgjithshëm i punonjësve të Bashkisë SMAT për vitin 2026. Kjo pikë mori më shumë kohë dhe debate. Këshilltarët e opozitës thanë se shtesa e bërë nuk pritet të jetë efektive, ndaj kërkuan uljen e numrit të punonjësve. Por me gjithë kundërshtimet, këshilltarët e pranishëm e miratuan projekt vendimin me vetëm 2 vota kundër. Pika pasardhëse ishte miratimi i fondit 6% të ndihmës ekonomike të muajit tetor 2025, që mori të gjitha votat e anëtarëve të pranishëm në këtë mbledhje. Këshilltarët më pas diskutuan dhe miratuan projekt vendimi mbi krijimin e mënyrës së organizimit të Agjencisë së Funksioneve të Patransferueshme në varësi të Bashkisë SMAT. Pikat pasardhëse ishin projekt vendimi i 4 familjeve përfituese nga programi subvencioni interesave të kredisë për strehim, shtesë në buxhetin e vitit 2025 dhe projekt vendimi i fondit për ndihmë shtetërore financiare, të cilat morën votat e nevojshme nga këshilltarët e pranishëm në këtë mbledhje.